Zhduket jahti në portin e Durrësit, pronari në panik bën denoncimin në polici. Pak orë më vonë, mjeti shfaqet duke u rikthyer. Një jaht i akorduar në portin e Durrësit u raportua i zhdukur nga pronari Dorian Alikaj. Dorian Alikaj u njoftua rreth orës 12 mesditës se mjeti i lundrues me emrin Tamomar 2 nuk ishte në zonën ku ishte ankoruar prej disa muajsh. Ai menjëherë ka vënë në dieni policin kufitare dhe më pas ka shkuar në komisariatin e Durrësit për të depozituar kallëzimin. Mirëpo pas denoncimit jahti është parë duke u rikthyer në vendin ku ishte ankoruar, ndërsa në bord ndodheshin 3 persona. Autoritetet kanë shoqëruar për në komisariat këta 3 persona me qëllim sqarimin e plotë rreth anave të rastit. Vijon të mbetet e paqartë se si këta persona kanë arritur të ndezin mjetin lundrues, ndërsa çelsat ruheshin nga kapiteni i jahtit Mehmet Ayhan Ulus.